Mendova se jeta ime po shkatërroi, mesazhe të dërguara te njerëzit e gabuar. Interneti im është ndërprer. Qeni mungon, me humbi, madje edhe vajza ime u shkoi në shkollë me një veshje të çuditshme dhe sandale. Sa keq, çdo plan që bëra u shem si domino, dhe pastaj mu kujtua, Mërkuri retrograd, fajtori kozmik që të gjithë fajsojnë kur jeta del jashtë kontrollit, qesha por pastaj, kontrollova datat, dhe ishte këtu, sigurisht. Në të vërtet nuk lëviz, është vetëm një iluzion optik, por astrologët thonë se kur Mërkuri kthehet prapa, komunikimi, teknologjia dhe udhëtimet çrregullohen, dhe pa pritmas, gjithçka kishte kuptim, ndoshta nuk isha e mallkuar. Ndoshta universi thjesht po shtypte pauzë, duke më kërkuar të ngadalsoja. Astrologjia Kirsti Kallagjer e quan atë një pastrim kozmik. Ajo thotë se kjo lëvizje retrograde, veçanërisht intensive, është si një pasqyrë, duke na treguar se çfarë duhet të lirojmë para se të hyjmë në atë që jemi të destinuar të jemi. Modele të vjetra. Debate të vjetra. Versione të vjetra të vetes, çdo gjë që kemi tejkaluar po del në sipërfaqe. Një tjetër astrologe, Shelley von Strunkel, thotë se nuk duhet ta kemi frikë, thjesht përgatituni për të, si të mbash një ombrellë në një ditë me shi. Mos nënshkruani kontrata me nxitim, mos filloni grindje që nuk kanë rëndësi dhe mos u friksoni kur planet ndryshojnë, por skeptikët e shohin ndryshe. Ata thonë se planetët nuk mund të kontrollojnë jetën tonë, ndoshta kjo është e vërtetë. Ndoshta pjesërisht. Kirsti Kallagjer e quan atë një pastrim kozmik. Ajo thotë se kjo lëvizje retrograde, veçanërisht intensive, është si një pasqyrë, duke na treguar se çfarë duhet të lirojmë para se të hyjmë në atë që jemi të destinuar të jemi. Modele të vjetra. Debate të vjetra. Versione të vjetra të vetes, çdo gjë që kemi tejkaluar po del në sipërfaqe. Një tjetër astrologe, Shelley von Strunkel, thotë se nuk duhet ta kemi frikë, thjesht përgatituni për të, si të mbash një ombrellë në një ditë me shi. Mos nënshkruani kontrata me nxitim, mos filloni grindje që nuk kanë rëndësi dhe mos u friksoni kur planet ndryshojnë, por skeptikët e shohin ndryshe. Ata thonë se planetët nuk mund të kontrollojnë jetën tonë, ndoshta kjo është e vërtetë. Ndoshta pjesërisht. Megjithatë, edhe nëse Mërkuri në lëvizje retrograde nuk shkakton kaos, zbulon se si e përballojmë atë, na detyron të reflektojmë, të marrim frymë, të riorganizohemi. Ndoshta astrologjia nuk ka të bëjë me parashikimin e fatit. Ndoshta ka të bëjë me kuptimin e vetes, dhe ndërsa rri këtu, duke buzëqeshur me javën time të kaosit kozmik, kuptova diçka. Mërkuri në lëvizje retrograde nuk ma shkatërroi jetën, thjesht më kujtoi se nuk mund të kontrolloj gjithçka, por mund të kontrolloj se si reagoj.